distancë. Dhe do më hapet edhe një dere vetë me qoftë sa do e vogël dhe mu hapet. Dhe ishte dera që erdha këtë format. Dhe kur hyra këto dhe thash, o sot o kur. Dhe sfidën fillim nuk e kam pas as me banor, se kam pas kur me banor. E kam pas me veten. Dhe kur ja dola, me amush me në vetes, atëherë fillova sfidën me banor. Pas të fillova sfidën me mu i fundit, Gjezi, mu i fundit ka qenë sfida me ata jashtë. Jo me ata jashtë me publikun, por me ata jashtë që më kanë zhgënjur, që më kanë mbyll dyrët e tona, me të regu që... Ja ku jam unë. Unë nuk jam shpresa e këtij vend, nuk jam as gjeni, pavarësisht se jam qujt me lloj epitetesh, fenomen, mret, kudion, talent. Po nuk jam ai që ma keni plas deri restoratit. Jam këtu, kam dignitet, kam karakter, kam besnikëri, kam burni, edhe ju s'më shtyni do të surat as tjeni. Pavarësisht se më thash edhe s'kisha as me blej brek. Të lumë, ashtu është. Dhe kjo është. Ashtu është. Dhe qas më kanë thënë, kur i një këto që thëtë për shembull ky Rogerti, e di si më duken këta. Si ai buket djallë që po andej. Qas më është thënë nga personat ndryshëm, nga gërfime, nga gjithçka dhe tualetet kanë qenë aty ku janë sot, domethënë kanë qenë edhe kur kena kanë ne. Dhe më mend ne kishim janë rru vendesh, thjesht tualeti majta s'ka qenë për femra, ky djallta s'ka qenë për meshkuj. Sa herë kam hyrë ndaj toalet, fiksha mikrofonin dhe dalte kokra loti. Pse? Ore vulëm vëllaz, jam mirë, nuk jam mishit e gjakut, do. Ashtu është. E vetë një gjatë që i thosha, po mima, arriti puna me lot, thash, po mima, a i meritojnë këto lot që për dardhin? Pse, ata njatë dojnë. Po ja thash tja, dhe gjitha të vujtjen e ktheva në forcë, e ktheva në sulm. Ashtu është. Dhe thash, dal ku dal. Okej, e kuptova që